O, përshëndetje. Mirë se vini. Edhe, mirë se vini në një video të tretë. Përshëndetje gjithëve. Sot kam ku një video pak më ndryshe se zakonisht. Se sot nuk kena të bëjmë një vlog si zakonisht, po na të bëjmë një house tour. Okej, tash po fillojmë me pjesën e jashtme, edhe po fillojmë me një vizitor ton. Ky është Izi. Përshëndetje Izi. Si je? Si po kalon? A e lodh hiç? Pak a? Ajde për pak. Ky është Izi, qeni jon. Tash i ka bo, në shkurt i ka bo një vjet që është me neve. Edhe 2 vjet i bën në nëntor. Po. Tani këtu kena oborin. Që shpeshini na jena fans të natyrës. Dhe familja janë fans të natyrës se kena pemë, kena lule, kena bari. Na e mirëmojmë, të gjitha i mirëmojmë. Edhe hecim këtu pak, që shpeshini bari, saktësisht, çdo pik e barit është 2.5 mm. Çdo pik që. Jo 2.5, po një 5 mm. Që kjo. Tash tu e kena që mujme në një si pushimore. Këtu e kena si zakonisht prap Izi. O, kjo nuk len rahat. Kjo është çto, ku të ka njerëz kjo shkon. Do të thonë që kena shumë lule, kena edhe pemë. Këtu kena ushtrimorën, do të thonë që bëj ushtrime unë zakonisht. Edhe që po demonstroj pak. Edhe bollë se jam kon fitness sot dhe shumë bobot. Që pastaj kena shumë pemë, kena kumull, kena kajsi, kena dhe qërshi, edhe darë, edhe mollë, edhe vishnjë qërshi, si gati një. Që kena shpinë Izit, zakonisht kënë nuk rejnë shumë qëtu, po zakonisht dimrit rejnë qëtu se nëzet. Që kena kumat, që gati janë pjek, edhe ju gati, po ku kam pjek, ku kam bo E kena marrë. Gjysa shumë paska. Okej, do më thonë që ke jashtë. Okej, tash jena te pjesa e garazhës, ku më së pari kemi bicikletat, kjo është e eme edhe e Lisës. Pastaj në anën tjetër kemi skateboardat, që shpeshin më e madh ishte jemi, sonë e kumën e madhe. Edhe kjo është e Lisës, kjo në fakt është pennyboard, kjo është skateboard. Izi prap këtu. Këtu kena ushqimin e Izin edhe prishën e bardhit. Në anën tjetër kemi mace. Kjo është shtëpia e mocave. Këtu mocat rrinë prej 24 orëve, 24, nuk qonë për këtuit. Edhe këtu e kena garajën normal që është për makinën. Kjo është më sport e kiri mamin, po gjatë ditës, gjatë natës, këtu vendosë zakonisht kiri babit. A përshkojmë, tash të hybmi të shkallët për me shki në shpe. Në një maj kemi disa trëndafila. Në fakt ka pas më shumë trëndafila, po kena prej. Tash në një maj tjetër, kena prap lula. Lula të ndryshme, nuk e di që kanë emra, se nuk kem shumë në farë floristi. Kena pa ashtu pemë. Këtu kena si një lloj tarase, ku qëndrojmë zakonisht verës, ose mbrëmje, se është bëhet një fllaq shumë i mirë. Qëndrojmë këtu. Këtu kena një luhace. Edhe është shumë fun, që zakonisht unë e kom bo 80% mësimit për testin pranus, e kom bo qështë. Që kë është limon, edhe që ka njësë më rritë nda. Unë do ka njerës si i gjelbër, u do ka po limonën, mësë bë një bedal. Në anën tjetër, kjo anën tjetër është si mbrapa shtëpis, po kjo zakonisht na e dalmi këtu prej mbranda shtëpisë, edhe se kena një taras tjetër verore aty.
No, në majtë mirë se ty mi kimi dollapa. Zakonisht dollapa mbojnë puc, patika ndryshme të gjithë familjarëve. Edhe jena këto tashti. Tashti kjo është korridori kryesor. Dhe kjo ke momi. Përfillojmë peonës djathtë. Nonën e djathtë, kjo është dhoma musafirëve, ose mujna që thomi dhoma e vogël. Po edhe njëkohësisht, këtë momi e përvetëson hobin e saj, që është qepja fustanave të ndryshëm. Kemi edhe një pikturë interesante, që është original, më thonë që është e punuar me dorë. Nuk është print. Edhe këtu kemi një pamje të oborrit, që lëmi i dritën. Pastaj, këtu kemi një banjë, që është banja vetëm në katin e poshtëm. Këtu kena një pasqyre, përshëndetje pasqyre. Edhe kjo shumë një banje bazike, edhe kërë speciale. Oke, tashti do të shikojmë salonin, edhe kjo është saloni kryesor. Kjo është saloni kryesor. Këtu kemi tavolinën e bukës, edhe këtu e kemi një rreth, të cilën e përdorin për musafir, për me qëndru, për me relaksu. Edhe hapësira është shumë e madhe, se e kena si një lloj balkoni, në midis shtëpis, galeri, galeri, po ata shumë edhe prej nërti kur typmi në katë dytë. Nërën tjetër, pashtu është një pjesë e salonit, ku e kemi pashtu edhe një rreth tjetër, kjo është pak më ndryshe saj tjetri. Këtu ku përdorim që për me shiku televizor, edhe për mu relaksu. Edhe veç isha vedat e mija një tube. ose veç lunë pak Xbox. Edhe u kry kjo. Edhe këtu që përmena më herët, për jashtit, këtu është pjesa ku mund me dalë jashtë, dhe më thonë, që si një lloj terase e vogël verore, ku këtu bëhet shumë flat edhe shumë mirë për ditët e nxehta të verës, që nuk i kena përjetu si vjetë, se dyqysh veç nxehtë e shije e qkas. Hajde vazhdojmë. Këtu është një vitrinë që ka do dekore të ndryshme. Këtu kena tashti kuzhinën, që përmana kjo është tavolina bukës, tani këtu kena kuzhinën, frigoriferi, frizi, edhe unë me po dollapa ndryshëm. Tashti shkojmë në katin e dytë. Këtu me rinjëherë si typmi në katë dytë, e kemi galerinë. Ka dhe këtu e përdorin për me pushu, për me pi kafën e mëngjezit. Këtu kena balkonin. Kjo është balkoni kryesor, ose dalja kryesore e balkonit. Kur nëse dalmi këtu, mund të shohmi gjithë pamjen e oborrit, edhe ka një pamje shumë breslënse. Pastaj kur vazhdon ky balkoni, këtu kemi edhe një dalje ose një hyrje prej dhomës lisës për me dalë në balkon. Po ashtu e kemi edhe hymjen prej dhomës teme, që është kjo. Nonën tjetër, nonën e djathtë. Këtu pastaj kemi në këndin këtu, kemi një bibliotekë të vogël, ku besomni, këtë librat i kom lexu, po çfarë ti si kom lexu këtë. Po ashtu këtu albumet të fotografisë, ka shumë foto. Që mundi mi po disa foto këtu. Jo, unë me Lisën, që ty kena pas do 2 vjet, jena konë zdithër ala. Këtu pastaj kemi dhomën e prindërve, ku nonën e majtë gjendet garderoba, që gjendet gjitha teshat, edhe këtu veç mundesh me mshel, qështu, pap, edhe e ki përvacin tonë, edhe shumë është veni mirë, po shumë shelë, sa. Edhe qëtu është një shumë interesant, se kjo është një tubë. Që këtë tubi, roli i këtina tubit është që mi hudh rrobat e palame, edhe shkojnë direkt poshtë, në katin përdhes, që gjatë në shembull aty tani makina e larjes. Këtu doket si një shitor, edhe që veç mundesh me zgjedh, mundesh me kshyrën, çka po pëlqen, e vesh çto sot, e vesh çto sot, edhe e kry. Këtu e kena banjën e prindërve, ku më së pari këtu kemi si një lloj jacuzzi, më thonë, vask me jacuzzi.
Edhe pjesa tjetër është banjë normale. Këtu kemi edhe shtratin e prindërve. Tash po shkojmë te dy dhoma kryesore, që është dhoma e Lisës, a dhoma e më së pari, shkojmë te dhoma e Lisës. Tara! Kjo është dhoma e Lisës, edhe për fillon për këtujt, unë e shumica, më zgjikoni soni se di fan shumica sa në qenë për femna, po që shpesh që kjo po do si qontë. I ka do foto, do skulpturat ndryshme, tani që i ka do libra që janë shumë trosh për dukun. Edhe që kjo që më pëlqen, pjesa që më pëlqen më shumë të dhomës Lisës. Oh my god, ku shumë është rahatshme, edhe qysh mundesh më luhat me këto, shumë është interesant. Që të rregova edhe më herë, kjo është dola tjetër për balkonin, domethënë prej anës së Lisës. Këtu kemi tavolinën e punës për Lisën që do ta përdor tash për arkitekturë, me projekte ndërpundore, çfarë do tjetër, edhe shtrati. Këtu e kena garderobën, edhe ashtu. Po ashtu që në korridor e kena doskanë të Lisës, që në dogotia, që shumicën e tyre shembull ka senatorë që ka vizatuar Lisa, edhe çfarë. Tash të shkojmë te dhoma që keni prit Kate, dhoma e lotit. Dhe mirë se vini. Kjo është dhoma magjike, që ndodh magjia. Më së pari po fillojmë aparati, kamera. Tani kemi my guitar. Që ja kom nisur përdor më shpesh, se do më herët. Këtu kemi disa pajisje për kamerë, që i përdori shembull që dollap, i përdori për pajisje për kamerë. Gjitha këto, droni aty, çanta për dron. Tani këtu kemi albumin tem, që përmban foto shembull të mia kur i vogël, një parfum, do pajisje për kamerë, do lensa. Këtu kena koleksionin e kapuça. Edhe këtu kena workstation, domethënë ku punoj, domethënë ku i ndreqi të gjitha videot. E kom përdor shumë kompjuterin, tash ka nisur përdor laptopin se po du më mësu, kur shkoj në studime, më mësu më përdor laptopin për me edituar. Çtu kena pas, kur na kon shkollë shumë libra të ndryshëm, tash i vi që ka do fletore. Çto përmbajnë çokolada, që sa çton tona, veç pap, një. Edhe shtrati. E tash shkojmë banjë. Kjo është banjë jonë. Ka disa figura interesante. Kjo është tushi shumë high-tech do këta. Si me posë një farani e fritëruse. Zdyna të shabon të veç. O vjen. Kur ta shesh vetën home kishkue. Tash të shkojmë të koti përdhes. Tash të këtu, me të pari kemi podrumin që ndodhet në shkollë, dër këto. Që jo këto dera që hapët, edhe këtu gjendë mas shumë të gjëra që nuk përdoren çdo ditë për dishmëri, ku ka pas lodrat vjetra tonat, ka pas një farsinti që keni pa me një video me Oltin. Këtu kena dhomën, ose më thonë, që përdoren me në shqiptar, shpajzi, që është edhe gjermanisht. Këtu është që lënë ketë ushqimet. Nëse ndodh një farë apokalipsi, këtu e përdoremi si bunker, veç e më qelë derën vëlla, kena një gjëmë shpe për më fryma dhe paf u kry ushqime sa dush kena edhe muj me mbjetu. O kita një këtu kena dhoma, ku na jetojmë dhoma e nxemjes, se gjendët këto nxemja. Po ashtu kjo i lojmë të gjitha këputa, si me pas një farë garderobe, dhe më thonë dimrit, verës, këta llojet e këputave kemi këto. Këtu i përdojmë janë koferat që i përdojmë për me shku shembull vendaj kur udhtojmë, që kjo është jemi, i Lisës i kuqi, edhe që kjo. Qëtu është dera e garajës, që kur ta qelë me del në garajë. Ja dhe që nga easy këtu. Easy! Po që këtë nuk është dola vetme që për shembull dhe përdojmë për ndojnë në garajë, se kena edhe një dole tjetër që përmenat e dhoma e nxemjes. Nëse shikoni këtu, kena dole për me ndalë jashtë në garajës. Ta është kjo që përmena më herët për dhomën e larjes, ai tubi që ka fillu në kotën e dytë, përfundon këtu. Edhe bin të gjitha teshat poshtë. Pastaj këtu kena këtë pajisje shembull për me la teshat, maqinë e larjes, maqinë e terjes.
Kjo është garderoba shembull që përdorimi për momentin dimrore, po më çdo sen që për shembull bëj çdo stin e ndrojmë se për shembull kur bëhet dimri, e lojmë këtu tani garderobën verore, ama për momentin është garderoba dimrore. Edhe kjo është doma e fundit, ku shpeshini qëndrojmë shembull këtu kur është shumë nxehtë, se këtu është temperatura konstante, edhe në këton e kemi mami ku punon në shembull për qepjet fustona, për projektim, shembull tatyme fustona. Edhe qëto, gjithë çto sene, shpeshini qëto, jena të përgatitur për mu shpërngul në Prishtinë, që kena me fillu studime tash në tetor. Qëto kemi disa estika dhe që janë kanë një marrë atje, edhe qëto një tavolin interesante që ka Tamara. Po do kusin kohën e vikingave do sene qëto. Të pesë në këtë anën e kemi disa fustanat që i ka qep mami, që kjo konë fustani i maturës a ditëlinjës më këto së lakoni. Kjo është i maturës lë. Apo, që kjo është e dytë konë. Që kjo është që kjo poni apo më kujtohet ashtë në video që këmu. Fustani i maturës lisës, fustani i ditëlinjës lisës. A qëto e kena një treadmill që përdorin për mengo. Unë se përdorin për mengo, po e ka përdor lisa shumicën e kohës. A qëto e kena një fitness ball, që nëse e përdorin me luftu me lisën. Ama pak i vogël, se e këshmi bëhet farsanit. Okej, faleminderit shumë që keni shikuar këtë video, shpresoj që ka pëlqyer. Nëse jeni të rinj kanal, mos harroni me bëj subscribe edhe like videon se kanë marrë shumë video tjera që janë shumë interesante. Kështu që shihemi në video tjetër edhe peace out.